Që është shtuar shumë numri divorceve, kjo tashmë dihet, edhe me statistika. Ka mosha të ndryshme të cilët të bëjnë divorc dhe ka edhe arsye të ndryshme. Pra nëse divorcohet një çift, le të themi moshave të mëdha, ne ndonjëherë vëmë re që ka edhe ndonjë lajthitje të njërit. Sa vjeç për shembull, çfarë thua me moshën? Për shembull, nëse vjen një burr 70 vjeçar dhe thotë unë dua ta divorcoj gruan. Se ka pasur raste të tilla? Ka shumë. Ka shumë raste. Ashtu sikurse ka dhe një grua që kërkon të divorcojë në moshën 70 vjeç. Në moshën 70 vjeçare, për arsye të ndryshme. Përdoren fëmijët në divorc, Ana? Shumë. Përdoren shumë, në rastin konkret sot isha në një gjykim që për përfitime ekonomike nuk I lë vajzën ta shikoj, pavarësisht se babai është ekselent në kuptimin e detyrimeve që ka ai ndaj fëmijës. Nuk është matematik ligji. Nuk është 2 dhe 2 bëjnë 4. Është ana emocionale që ti e shef gjatë gjithë kohës nëpër gjykata. Ndonjëherë që janë dhe vetë gjyqtari. Qajmë edhe ne, ka raste shumë emocionale, rastet familjare janë në një emocion, të sjellin një emocion të papar, domethënë. 9 vite mund të shkojë zgjidhja e martesës. 9 vite të ndahesh me ligj. Ndërkohë pjesëtimi do edhe 9 vite të tjera. Për të mos thënë që pjesëtimi ka 2 faza. Fazën e parë dhe fazën e dytë, dhe të dyja janë të ankimueshme. Që ti do të thotë që pavarësisht se divorcohesh jetë gjatë gjithë jetës duke u marrë me ishin, me ish bashkëshortin ose bashkëshorten tënde. Mos o zot të ndahet dhe nga I dyti. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.